Anatomia jo struktura e brendshme, do thot, dhe fiziologjia është funksionimi i asaj strukture që e ka krijuar Allah subhanahu wa taala. Shikoni një hadith nga Aisha radiallahu anha para 15 shekujve. Hadithi thot, Aisha radiallahu anha transmeton se pejgamberi sa ka thënë, Allahu e ka krijuar nga 360 nyje. A ka pas vëlla mergim në kohën e Resulit alayhi salatu wassalam obduksion? Ja. Mu që mjeku dhe me prej trupin dhe me e studiu çështjen e brendshme të trupit. Aparatet të ndryshme. Vallahi nuk ka pas. Kjo është shpallje. 360 nyje. Prandaj, secili që e madhron Allahun subhanahu wa taala me fjalën Allahu Akbar, Allah është më i madhi. E falenderon ato me elhamdulillah. Pastaj thot e manifeston thot njëshmërinë e tij me la ilaha illa Allah. S'ka të adhuruar me të drejtë pos Allahut subhanahu wa taala, e lavdëron ato me fjalën subhanallah. Thot kush e largon një gur gjemb dhe ashtë nga rruga e muslimanit, urdhron të mirën, largon nga e keqja. Thot dhe të gjithë këtë në numrin prej 360 nyjeve, ai nga ajo ditë vetën do ta largoj nga zjarri. Që thot me 2 rekate namaz duha, ja jep hakun me një aspekt këtyre eshtrave me lenë Allah subhanahu wa taala. Si ka mundur që pejgamberi alayhi salatu wasalam analfabet me thon 360 nyje? Nuk është e çështje e lehtë për njerëzit, për shkencëtarët bashkohor, kur ti ja transmeton një hadith dhe i thua ky hadith, kjo fjalë e Resulit alayhi salatu wassalam ka qenë para 15 shekujve, kur njerëzit nuk e kanë ditë këtë gjë. Sot shkenca vërteton këtë gjë, ata hulumtojnë. Njerëzit e paditur nuk e din këtë madhështi të islamit që e kemi ne. Nuk janë të e ditë njerëzit. Sikur ta dinin se çfarë fe është, feja jon islame. Kur nuk do ta linin këtë fe, por se ignoranca e bët vetën. Subhanallah. Edhe në vitin 1997, thot shkenca thoshte që janë 340 nyje. Do të thonë nuk thoshte 360. Hajde po themi tash ka kontradikt. Shkenca nuk është eksakte, nuk është sot e thot një gjë, nesër mund ta ndryshoj. Plot ilaçe dje ishin të mira, mu trajtu një smundje caktuar dhe sot çfarë thot? Thot sot duhet të hiqet nga përdorimi sepse ka efekte shumë të vështira. E updateon edhe ilaçen. Dalin ilaçe tjera, po, pra kishte ende nyje të panjohura. Atë bot, shkencëtari gjerman zbuloi që veshi mesëm ishte një sër nyjesh që përbënin 10 nyje të thjeshta. Në anën e djathtë, thot, veshin e djathtë ishte 10 nyje ishin dhe në anën e majt ishin 10 nyje. Sa u bënën? 360. Subhanallah. Dhe sikur ky shkencëtar mos e kishte zbuluar, padyshim se kishin pas dyshim. Subhanallah, ne i besojmë vallahi, ne i besojmë.